Disa prej njerëzve i gjetin nga platforma deputeti që duan, disa tjerë nga këto rrethimisor, por edhe nga këto organizmat brenda Partisë Socialiste të cilat i përdor, është një mënyrë brenda dhe disa nga bandat kriminale, ta themi dhe këtë. Ky është problemi me madh. Kur ta provoj do ta them. Ti ke të drejtën tënde, si gazetar ke gjithmonë drejtën tënde që duhet të kesh prova, fakte, me radhë. Unë ndoshta kam edhe lehtësinë të them diçka bazuar në fakte publike. Dhe fakte publike janë. Ke një deputete të re në Elbasan që ka thyer çdo lloj rekordi. Nuk ka mendje mesatare njerëzore të pa lexuar e të pa studiuar që të kuptojë që është produkt i grupeve të qarta kriminale Elbasan. Në Durrës po doni ju. Dhe ajo që ka ndodhur më rënd akoma që është një tjetër simptom që ky sistem, që demokracia ka vdekur në këtë vend, është fakti që krimi, nëse dikur, dhe kur them dikur atëherë kur ligji për dekriminalizimin doli, që ta futeshin kështu se i thërriste kryetari i Partisë Rama ka qenë, për his vërtetës që i thërriste në betejë, tash nuk ka kaluar në një nivel tjetër më të lartë dhe më të rëndë. Këta prodhojnë kukulla deputetësh në parlament, janë partia më e rëndësishme, partia e tretë, po t'i bësh me numra deputetësh. Partia e tretë në parlamentin sot shqiptar, nga PD dhe PS-ja, është partia e krimit, me numra që kanë. Kanë edhe këtej, edhe andej. Kjo është më e rënda që ka ndodhur sot. Ka partia demokratike nga bota e krimit deputet të Mariglan, ande ma pak? Nga bota e krimit të shi... Nga mbështetja dhe përdorimi. Nga mbështetja dhe përdorimi.